kushtetues me mërët interesin publik, që jemi opozit, por edhe si parti politike që të bashkohemi, gjem një frim. Kush është bashkimi, si për te retorikë se kësaj që jemi gjithë me flamorin, me kombin, me mërët interesin, në hapa konkret, janë edhe intereset politike përfaqësuese, pra gjithë se cilin pas pesh. Partia Demokratike këtë standard e ka shem, edhe nuk e ka shem pa dashje, e ka shem me nërgjesim që në 2008 ka miratu një ligjë që ka dëmtu pluralizmin në Shqipëri. Ne si jemi një shtet që kemi 200 vite pluralizm, kemi pikori, kemi parti politike demokratike, i kemi parti autokratike, njëri ne kemi 80 vjetë parti, ka nishu 4 herë, parti komuniste, parti e punës, socialiste, rilindje, më të thashë, e kemi sot si qeverisë akoma. Kemi edhe partinë demokratike që pavarësisht se është gjatë, ka pas 1000 akuza programore që ka deviju edhe nga e djatha dhe këto në këtë moment e kanë bloku pluralizmin dhe kanë bërë bipolar. Pra në 2008 është shëm sistemi. Edhe këto që flasim nësë kanë është një lloj lere se ne kemi një kod zgjedhor jo përfaqësues që na ndeshkon ne, nëse kena mundësi edhe më ndesh që t'i japim një dorë këtij koalicioni që na pengon kodi zgjedhor që e para e kanë bërë gabimin 2008, pastaj Rama këtë ligj e ka strukturuar në atë mënyrë se ne kena të pa mundshme me fitu sot. Pra, mënyrën që si është kodi zgjedhor, Edi Rama, edhe me numër më të vogël votash, me ndarjen territoriale që ka, merr mandate më tepër. Edhe këtë partia demokratike për fatin e keq nuk e ka këtë strategji. Pra, vazhdon që ta ketë me mendsinë e saj skemen bipolare. Çfarë e lën partinë demokratike me këtë kod që është, dytën po jetë para asnjëherë, edhe me ne. Po pse, nuk e di Berisha këtë gjë, apo i le verdikt? E di Berisha, po thon ju. Edhe unë Berisha thash edhe në mënyrë publike, ajo të drejtë që na thirri Berisha në shkova, pavarësisht se na thashë ndarshëm, unë i fola si krushka, i thash që nuk e kanë gabimin partitë e vogla, përkundazi, ne s'kërkojmë nga ju, as mandate, as përfaqësim, po kërkojnë hapësira. Dar dhe meritokraci kërkohet. Që të përfaqësohemi, edhe keqja i vjen nga vete, nga partitë, nuk e në barë partitë. Si shpjegon qëndrimin e Berishës? Që kuptojmë, ore nuk i ka votat Berisha, se po e boni sikur Berisha po e ndalon këtë gjë. Rregullat e lojës. Berisha në 2008 loja është e pastër, Berisha që meriton. Berisha edhe në 2008 kur i ka pas votat, ka bërë 2008 është shumë e largë zotë. Po më po aty ka filluar keqja, pra. Nëse për te asaj, atëherë vazhdojmë këtu, afër, që po marrë me dy fjali. Sparit, Partia Demokratike është e paqartë mbi reformën zgjedhore, pra për te se thot, i thamun kështu po, dakord, jemi shumë dakord me ke shumë drejt edhe vepron ndryshe, te ka standard. Pra në nuk është rëndësishme. E ka të ndarë çfarë do të bëjë duke thënë ato. Dhoni kam thënë zotit Berisha, nuk është problemi se çfarë dom ne. Ne dona me ditë se cili është standardi juaj dhe çfarë don ti. Se ne, në basë asaj dëshirë shtate që ke, edhe ka drejtën e zotit që ta ketë, për partinë e ti politike, më thashe, për pluralizme, për demokratinë shumë gjëra, po të na thoni tërç që unë jam për këtë sistem zgjedhor taksativ, nëse ju jeni dakord, okay. Në kushtet kur? Këtë nuk e ka thënë edhe nuk e thot. Edhe në fund deri në fund shkojnë me pazare. Në kushtet kur është kaq e qartë kjo situatë që ju përshkruani, pra zgjedhjet që sipas jush vidhen, zgjedhjet që sipas jush mbajnë me krimin, apo mbajnë dhe ju nuk keni çfarë të bëni. Këto thellojnë akoma më tepër. Atëherë një lider, dakord, ju jeni në kushtet që thoni, në këto kushte ne nuk fitojmë dot. Kemi dhe këtë kohë që s'kemi çfarë ti bëjmë. Tani në këto kushte është një lider që do të ndroj pushtetin për të mirë publike, gjithçkaje që prevalon kjo e mirë mbi të mirën personale apo të partisë tënde, duhet të bënte disa kompromise, ndoshta po flas teorikisht, s'kam qenë ndonjëherë në politikë, po flas si gazetare, edhe si qytetare, çfarë do të kisha unë pritshmërit nga opozita, është që të bënte disa kompromise dhe me këta të vegjëlit për të maksimizuar voton, sepse qëllimi final është rrëzimi i Ramës. Nëse është kjo, të realizojmë këtë, pastaj kalojmë në qëllime më të vogla. Tani këtë gjë nuk arrin dot Berisha deri këtu, apo qëllimi vet personal prevalon dhe preferon më mirë të ri i dyti, po më i madhi në opozitë. E para unë nuk e kuptoj. E para unë do që të ketë një qëndrim që ky është sistemi jon. Vrand i pa kontestueshëm, i pa negociueshëm. Jeni dakord me të ose ta thojnë, un kam 3 variante, 1, 2, 3, cilën do të venosim? Këtë do të ishte forma më mirë demokratike, por se ka bërë asnjëherë, s'kam shpresë se e bën. Por unë kam kërkuar se do një, ajo kush është?
E para, e dyta, ndarja territoriale. Kemi 61 bashki se Lul Basha e la fushin lirë dhe në atë kohë se kishte tendenca që opozitët kishte rol për ndarjen administrative. Sot Partia Demokratike ka një draft pa konsultuar mas malat. Kam një gjurë që ka 80 bashki. S'ka një draft zyrtar. Ka nisi konsultim në deg me qytetarët për të dalë me një draft të përfundimtar. Por ideja është që të ketë më shumë bashki. Okej. Po problemi është se unë i kam një gjuhë dhe njëku me detaje, se atë partije njofë ma mirë se ju, se jam themelusi i saj, i di dhe diskutimet në bazë... Ke larguar pak kote fundin. Jo, nuk jam fare, i kam kontaktet e vazhdoshme me gjithat edhe me kolegët e mi që janë aty brenda dhe atyre komisionit. E ka një draft për fatin e keq, zyrtar, se këto Partia Demokratike e bën draftin edhe këto si menon që ka me nëshurën e gjapë i këtyre konsultimeve, se mos i zjarrim ato, mos i zjarrim lakrat tona, mos i zjarrim shesh. Pra, problemi është që ai draft sot unë mendoj që është problematik edhe për pluralizmin, edhe për përfaqësimin, edhe për ne, se me 80 bashkiet nuk jep mundësi as përfaqësimit në këshilla, as me kujtar bashkisë, se pluralizmi është përtej Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Se një parti e patëm ne. Ne kemi dy copë, njëjtët model në këtë moshtu. Duam që të ketë mundësi edhe për partitë e reja që të futen në lojë, që të shemin të gjitha. Si do ishte më mirë për ju? Sa bashki? Po bashkit nuk janë me numër. Organizimi. Ja, po ta them unë sot se nuk është puna se unë po flas këtu në ajër, kam qenë kryetar bashkie në përpara, karrierën time aty kam filluar. Pra, sot ky vend që ne flasim, nëse do t'i japim shërbime qytetarëve, sot duhen minimalja 260 bashki. Se bashkit janë në bazë numrit banorëve, territorit, historisë që kanë, ndarjes që kanë ekzistuar, kulturave, që ka edhe kultura të ndryshme që nuk shkojnë zona me zonë. Pastaj të emërosh administrator. Jo, më jo, fare. 260 bashki në këtë territor, domethënë. Po ne kemi kosta shumë madhe. Ne kemi pas 300 e sa. Realisht administrator janë. Kemi pas 300. Por është makesme se ne kemi një kryetar bashkive dhe mramen, ato janë viktima të tjerë. Ato marrin edhe smundje gjatë rrugës. Problemi se ne po flasim për një logjik, nëse do t'i çojmë me shërbimin qytetarëve, ne do të heqim dorë nga bashkitë qytet fshat bashk. Është e pafalshme se kryeqyteti merret me problemin e Ndroqit edhe Zallherrit. Pra kjo bashkia jonë e Tiranës që jetojmë në Amplor çdo ditë, që për çdo ditë me degradohet. Nuk është thjesht vetëm problemi i territorit. Jo, më edhe kjo është keq funksionimi, keq menaxhimi. Jo, më është edhe sigur dush ti më, është në kufit e pamundësi se ti nuk mund të bësh të dyja këtë shërbime, edhe për qytetin edhe merresh me kanalet me kanalet. Numri i bashkive do të rritet. Sistemi zgjedhor duhet të ndryshohet, të jetë përfaqësues, një model edhe si e ka Kosova, se ne për fatin e keq ne do të ishte shumë se mos bëjmë shpikje, ta marrim atë, shumë mirë është demokratik. Ka mundësi qytetari që zgjidhen deri në provuar dhe që ka mirë. Okej, se jam në fund. Për t'i dhënë një ka zgjidhet edhe ne gjem veten aty, ka rëndësi. Për te diskutimeve se çfarë duhet bëjmë ne si opozitë dhe propozimi që duhet të ketë. Patjetër, unë personalisht qëndroj në konceptin që duhet ta lidhim më shumë votuesin me të zgjedhurin, që do të thotë zona më të vogla me specifika ndryshe, që do të thotë më shumë bashki. Patjetër bashkohem edhe me zotrin në konceptin që duhet t'i japim peshën specifike të barabartë votës dhe Partia Demokratike e synon në dijenin time, sidomos koalicionet parazgjedhore, kjo si dihet se sa mund të arrihet se ke një palë tjetër që kanë numrat. Por ama, të gjitha këto gjërat së bashku, të cilat ne